Miq të nderuar të ekranit të televizionit Vojën, përshëndetje dhe mirë se takohemi në emisionin Profesion. Sot do ndalemi tek një profesion vërtet shumë i rëndësishëm për jetën tonë të përditshme. Dhe natyrisht, fal të diplomuarit Agim Luzgjonaj, do mësojmë mbi fizioterapinë. Agim, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Faleminderit shumë që pranove ftesën për të ndarë eksperjencat tua, njohuritë tua me gjithë shikuesit e televizionit Vojën. Mirë se ta, faleminderit ju për ftesën. Kënaqësia është e mia të jem prezant në televizionin Vojën. Atëherë, Agim, vërtet një profesion shumë i rëndësishëm, një profesion që don shumë përkushtim, shumë punë dhe shumë njohuri. Çfarë përfshin saktësisht profesioni i fizioterapistit? Po, fizioterapisti si qëllim kryesor ka mirëqenien e individit ose të popullatës. Ty me thënë në fjalën mirëqenie, aty përfshim dhe me thënë edhe mirëmbajtjen e gjendjes fizike, por edhe parandalimin e problemeve të ndryshme të cilat mund të vinë. Kjo është ato të linduna apo të fituara gjatë jetës, që mund të jenë ose prekin problemin skeletor, muskujt, ose probleme neurologjike të ndryshme, të cilat mund të shfaqen gjatë jetës. Disa nga shkallësitë më të rëndësishme që duhet t'i ketë një fizioterapist, cilat janë ato? Ty me thënë se fizioterapia është një profesion edhe degë mjekësisë, gjithmonë gjaja më e parë të ketë jo vetëm një fizioterapist, por komplet stafi mjekësor është ajo të jem human. Gjaja më e parë që është do të jem human, të jem njerëzor. Ashtu si me pacientin, ashtu edhe me raste të cilat ne na shfaqen në eksperiencën tonë, në punën tonë të përditshme. Shkallësia kryesore e një fizioterapistit, sipas mendimit tim, por edhe asaj që na kem kaluar gjatë studimeve universitare, është zgjedhja e problemit. Për arsye se kjo se na, kur të zgjidhim problemin, është shumë më lehtë trajtimi edhe rruga për zgjidhjen ose lehtësimin e problemit të tij. Pra, diagnoza, vënia e diagnozës edhe zgjedhja e problemit është shumë e rëndësishme në ato shkallësi që duhet t'i ketë një fizioterapist. Edhe normalisht, edhe mënyra se si komunikohet me pacientin është një gjë shumë e rëndësishme. Lehtësimi i komunikimit pacient-terapist është shumë i rëndësishëm për me fituar edhe besimin që pacienti ta ketë, që ta shfaqin problemin që e ka ose që të gjenë një zgjidhje të përbashkët për problemin e tij. Pra, arsye se fizioterapisti gjithmonë nuk është vetëm ai që e rehabiliton ose trajton, po është edhe një udhëzues për daljen nga një problem i caktuar. Gjithmonë duhet të jetë bashkëpunimi mes terapistit edhe pacientit për me pas një rezultat sa më të kënaqshëm. Si është edukimi dhe trajnimi i nevojshëm për të bërë fizioterapist? Fizioterapia, sikur se edhe tjerat të mjekësisë, domethënë pas gjimnazit ose shkollave të orientuara të mjekësisë, shkollës mesme të mjekësisë, vazhdojnë studimet universitare, 3 vjeçare, dhe mbas studimeve 3 vjeçare është periudha e profesionalizmit, domethënë masteri shkencor ose profesional, varet nga dega që zgjedh. Unë personalisht kam bërë master shkencor, por shumë kolegë të mi ka zgjedhur master profesional që nuk është as pak e gabuar, por ka herë bela është edhe diçka më e mirë se orientohesh në një profil të caktuar të problemeve që mund të jenë ose ortopedi ose neurologji ose fizioterapi në sporte. E kështu me radhë. Ju përmendët që faktikisht mbas përfundimit të shkollës së mesme, faktikisht ti ke përfunduar gjimnazin e përgjithshëm apo jo? Po, kam përfunduar gjimnazin. Pra, gjithsesi ekziston mundësia edhe atyre të cilët përfundojnë gjimnazin e përgjithshëm. Po si jo, përfundimi i gjimnazit të përgjithshëm të nepi mundësi zgjedhje më të madhe. Për arsye se gjithmonë mendoj edhe ashtu kam edhe vetë në atë kohën kur kam dashur me regjistru studimet, jena atë momentin që nuk je i sigurt në bazë se çka don. Unë gjithmonë i kam pas degë e mjekësisë në qef, si me thënë edhe lëndën e biologjisë, aty s'mundem me lënë pa me përmend se në basë, a kanë edhe ndikimi i profesorit, e kem pas profesorin që a kanë shumë i dhënë në bas lëndës ti, profesori Luigi Brisha, tash është i pensionuar, por meriton gjithmonë me përmend kur bjen fjalën lidhe me një arritje ose studim ose fakultet që kam kryer unë, se meritet e tij është shumë e madhe për arsye se na ka bërë me e dasht ata që i kanë pëlqyer degët e mjekësisë, i ka bërë me e dasht përmes lëndës të tij. Po.
Duke qenë se jemi duke folur për universitetin, unë dua ta shfrytëzoj rastin të pyes edhe ku i përfundove studimet 3 vjeçare, por më pas edhe magjistraturën, pra pse jo, ta përcjellim edhe këtë informacion ndoshta tek të rinj, të cilët janë skeptik apo janë edhe ndoshta të ndërgjegjshëm se çfarë do regjistrojnë dhe janë të sigurt se ndoshta edhe ata do bëhen fizioterapist. Në kohën kur kam regjistruar studimet, im kanë në dilemë a me shkuar në Prishtinë ose në Shqipni, dhe me thonë Kosova e Shqipnia janë ka 2 opsione të mia që i kam pasur edhe për arsye barierave gjuhësore, jo se nuk i kam ditë me i fol gjuhën malazeze ose anglisht kam komunikoj, por për arsye se jam ka shkom ti vetin shumë më afër me gjuhën shqipe, shumë më atlet për me regjistru studimet e me vërtu në gjuhën shqipe, por asashtu prapë 100% nuk është se më ka dalë për arsye se kam regjistruar Shkodër bachelor në fizioterapi, po fakulteti jonë a kanë në bashkëpunim me fakultetin e Universitetin e Firencës, me licendër Madonina del Grappa, ata kanë hapë dhe degën e fizioterapisë në Universitetin Luiz Gurakuci në Shkodër, edhe ashtu kam regjistruar degën e fizioterapisë aty. Kem pas fatin edhe ne si brezim kanë brezi 5 që ka studiuar fizioterapi në degën e fizioterapisë në bashkëpunim me Madoninën, për arsye se ato më vonë kanë shkput në një farë mënyrë bashkëpunimin, se s'kan pas ma nevojë se janë, domethënë arsimo brezat e ri që kanë mujë me dhënë mësim edhe me mësu nxënësat studentët për degën e fizioterapisë. Na kem pas fatin, jem kanë edhe në praktikën në Firenze, a kanë një eksperiencë veçantë përveç se mëson edhe sheh një mënyrë krejt ndryshe të asaj çka basen ai mësuar trajtimit të pacientit, por mëson disa gjëra tjera të cilat nuk është se ke mundësi më mësu këtu te na, për arsye se mungesa e stafit të fizioterapeutëve është mjaft e madhe, si në Shqipni ashtu edhe Malzi, edhe pse numër mbase figurojnë shumë pa punë ose janë të pa punë, por kur e shoh raportin me popullat, edhe sa pacientë trajton një terapist në Malzi në një qendër qoftë private ose shtetënore, është shumë më i madh në raport me ata çka kishte mu dasht me trajtu një person. Arsye se kur më kanë atje fizioterapisti kishte 8 pacientë në ditë, më thar 45 minuta deri 1 orë gjatë një seancë, 8 pacientë në ditë, i punonte një terapist. Këtu të na për shembull, kur më kanë në praktikë, se harrova me përmend, domethënë, mbas përfundimeve universitare, praktika, 9 muaj praktikë që kryhen në qendra spitalore. Ty me kanë sun, jam kanë afër Podgoricës, po studentë të tjerë duhet ta kryejnë në qendrën klinike të Malizzi, për arsye se aty janë të në nivelet që mund t'i kaloj fizioterapia, prej pacientave që vinë në terapi, dhe të pacientat që janë në për katër pavionet e spitalit, qoftë ortopedia, neurologjia, nefrologjia, të gjitha problemet. Është një eksperiencë e madhe, por që është edhe obligueshme se për me përgatit një fizioterapist për punën që e për të të ardhmen. Po, ndërsa magjistraturën, di që e ke përfunduar edhe magjistraturën, nuk je ndalur vetëm me 3 vjeçar. Po, masterin kur e kam regjistruar, kam pas fillu punën edhe në Sukrujt, kam punu të qendra katolike shpirtënore Nën Tereza. Aty ndërkohë kam fillu me punua, edhe atër kam vendos me regjistruar masterin me njëherë si nikosisht gati me thënë. Masterin e kam bërë në Tiranë, kam pas zell master shkencor për arsye se profili 1 vjeçar më dukej se nuk është se po mundem me marr atë informacion që vetë kisha kam menua, edhe edhe një gjë tjetër për arsye se nuk është se jam kanë një 100% i profilizuar në një fushë, po në një drejtim të fizioterapisë, por më se kam pas me kanë më shumë fizioterapist që i prek gati gjitha fushat e fizioterapis. Çfarë roli luan fizioterapisti në rehabilitimin e pacientëve pas një dëmtimi? Po, roli fizioterapistit mbas një dëmtimi qoftë ai, si thash më parë, domethënë, ose një dëmtim i cili ka ardhur nga një problem neurologjik që mund të jetë goditje të ndru, ose qoftë problem ortopedik që mund të jetë fraktura të ndryshme, thymit e eshneve, kockave, është shumë i madh. Për arsye se mbas dritës jeshile që jep mjeku se mund të fillojë fizioterapia, e fizioterapia gjithmonë në raste të tilla, sidomos në raste neurologjike, fillohet në sa më të hershme, sa më parë, luan një rol shumë kyç për arsye se gjithmonë varet nga mundësia që i ka pacienti, nga kushtet që është pacienti, dizajni i tij,
luajnë një rol shumë të rëndësishëm për arsye se hapat e parë zakonisht edhe flas për një rast bile pak më të komplikuar, më të rëndë, i bën gjithmonë me fizioterapeutin. Domethënë fizioterapisti është ai që e ngren kam, e çon, e stabilizon, i mëson hapat e parë, cilët ai veç i ka bë më parë për që ka nevojë prapë pas trajtimit, ose në raste kur kemi probleme ortopedike, mbas sjekjes së allçisë, fillon faza riabilituese, kthimi i lëvizshmërisë gjymtyrës që ka thyer, domethënë edhe kthimi i forcës normalisht. Edhe çfarë është edhe më e rëndësishme, përveç se kthimit të forcës, edhe kthimit të lëvizshmërisë, është edhe motorika fine që don punën e vet edhe kohën e vet për me u trajtuar. Sa i rëndësishëm është një plan i personalizuar i trajtimit për çdo pacient? E ka çdo pacient planin e vet apo të gjithë pacientët kanë po të njëjtin plan? Po, adisi është interesant se njeri përmes punës edhe e sheta se në raste kur i mëson disa zona nuk është se janë krejt ashtu si që ke në realitet kur e ke pacientin. Ke dy pacienta që për shembull kanë një problem të njëjtë, kanë të dy probleme me qafën, por aty luajn rol shumë faktor. Edhe në kjo se është e njëjta diagnozë, kjo se të dy kanë njëjtën diagnozë, luajn rol shumë faktorë. Unë pikërisht e bëra këtë pyetje nga vetë fakti sepse ne si njerëz flasim, po, unë kam pas këtë gjë, bëje këtë gjë sepse do shërohesh. Pra, ndodh që nëse i ndjekim të njëjtin plan, do shërohet edhe X personi. Siç po e vëre, nuk është e njëjta gjë. Nuk është gjithmonë njësoj, për arsye se i ndikon edhe mosha që është një faktor shumë i rëndësishëm edhe që me kalimin e moshës ndryshon edhe mënyra se si i shohim i pacientave, po ndryshojnë edhe problemet, domethënë ose shfaqen probleme tjera ose ato probleme që i kemi edhe i kemi bajë me vjet sa kemi mujt me i bëhen edhe më të rënda. Për secilin pacient ekziston një plan i veçantë, domethënë për secilin pacient kur unë filloj me punu me to, po ashtu bajnë të gjithë fizioterapistët, krijohet plani specifik për ta, domethënë njëherë shihet problemet cilat pacienti mund t'i ketë gjatë jetës, që është një faktor që dallon pacientin prej pacientit, edhe në kjo se kanë diagnozë njëjtë, si hipertensioni, diabeti ose probleme tjera, sa pacienti është i lëvizshëm, sa puna që i bën pacienti, tona këto çojnë në një organizim të planit për pacientin, domethënë prandaj për secilin pacient duhet një plan trajtues, riabilitues i ndryshëm. Po, a duhet që çdo pacient të ketë udhëzimin apo shkresën nga doktori që të vi tek një fizioterapist apo mund të vi duke anashkaluar mjekun? Nuk kështu. Zakonisht, problemet cilat janë pak më serioze, nuk po flas për një spazm muskulare ose një kontuzion, një goditje, një shtypje, një ndrydhje kaviljes ose diçka të tillë, edhe ato normalisht se kalojnë, domethënë fizioterapisti është i pandashëm me mjekun, për arsye se ato janë dikëllë janë me tjetrën. Gjithmonë domethënë është shumë e rekomandueshme edhe aplikohet që çdo problem, sidomos diagnozë e cila lyp trajtim më të specializuar edhe më të hollësishëm, lyp edhe duhet që të ketë një dokumentacion nga mjeku. Aty hyjnë prej radiologu cili ban incisimet, deri te mjeku neurolog, ortopedi, edhe fundit që është shumë e lidhur me ne fizioterapistat, është mjeku fiziatër. Mirë, çfarë teknikash përdor në fizioterapi për të ndihmuar pacientët në procesin e rehabilitimit të tyre? Teknikat janë nga më të ndryshmet, varësisht nga problemi, ashtu dhe aplikohen teknikat. Janë elektroterapia, domethënë rrymat, modalitetet janë një ndihmë shumë e madhe që i vinë fizioterapistë dhe pacientave në ndihmë, për arsye se siç janë tensi, siç janë rrymat interferente, diadinamike ose rrymat galvanike, ultratingulli, lazeri, tekarterapia, shockwave. Thonë këto janë teknika e terapi e modalitetet cilat ndihmojnë edhe lehtësojnë në zvogëlimin e dhimbjes ose në rritjen e lëvizshmërisë, për arsye se kur nuk ka dhimbje, pacienti ndihet edhe më i lehtë edhe më kollaj mundesh me punu me ta, ti edhe vetin më të rehatshëm, plus normalisht se gjithmonë tentimi i fizioterapisë është ulja e dhimbjes edhe zvogëlimi i medikamenteve. Teknika tjera
që janë më të specializuar që lypin edhe punën e fizioterapistit më të madhe përveç njohurive të cilat janë të elektroterapia, të modalitetet, janë teknika të cilat edhe bëhen edhe mbas studimeve post-universitare, do të thënë janë trajnime të cilat zhvillohen më vonë për arsye në fakulteti përmend si pika, por nuk është se thellohet shumë në ato. Janë kurse si McKenzie, Bobat, që përdoren shumë për pacientat të ndryshëm, por edhe në zanadin tim për shembull për arsye punoj edhe me sportista, aty përdorim edhe teknika tjera si ergon, masazhi, domethënë, por gjaja më kryesore gjithmonë fizioterapia, ushtrimet, kineziterapia, edhe terapia manuale. Cilat janë llojet më të zakonshme të lëndimeve që trajtoni në punën tuaj? Dua të di se qytetarët e Malësisë zakonisht nga çfarë më së shumti vuajnë, cilat janë ato lëndimet më të shpeshta që paraqitet nevoja natyrisht për trajnim. Po, të me fuj vetëm për popullatën tonë, mendoj që para se me thonë cilat janë lëndime, mendoj se zinia femnore është një zini që është shumë më e prekur ndaj problemeve të cilat janë edhe ma shumë me thonë shumë vjeçare se sa probleme akute të cilat mund të ndodhen një ditë ose një moment. Aja është edhe prej barës nanë që domethënë nanat, gratë ose motrat tona në familje. Aja është prej shumë faktorëve të ndryshme vjen ajo. Kurse sa i përket popullatës në përgjithësi, lëndimet më të zakonshme që trajtojnë punë fillojmë prej pjesë sipërme të trupit, janë ato pjesë janë problemet e esafs ose cervikalëzia, të cilat mund të jetë ose një spazm ose një problem pak më i komplikuar si hernia diskale ose spondylozat, ashtu edhe pjesët e kryqit, pesit, lumbalgjit, por pa me janë shkaluar edhe pjesët e nervit sciatik, problemi mishialgjit, cilët shumë individ kanë problem. Përveç këtyne problemeve të cilat mund të jenë edhe probleme të cilat i kemë ose i kanë pacientat, por i trajtojnë o nuk i trajtojnë mirë, për arsye se na ku nuk kem dhimbje e ti vetë nëse e mirë, por problemi mbase mund të jetë aty edhe vetëm shkon të mu pjek. Kem probleme edhe tjera, të cilat personalisht mua mbien me i trajtuar, janë edhe pacientat isheme cerebrale, do të thonë me iktus, paralizat, hemiparezat, tetraplezit, diplegjit, cilat kërkojnë një punë shumë më angazhim shumë më të madh dhe kohë shumë më të madhe për me u rehabilitua. Po ashtu edhe masazhi. Masazhi është një teknikë që na gjithmonë e shohim vetëm për relaksim edhe për si, por është edhe gjë shumë e mirë për arsye se masazhi gjithmonë të parandalon për marrëdhënie të kontrakturat muskulare ose trigger points, trigger pikat, të cilat më vonë sjellin ato manifestimet e veta. Gjithashtu është edhe cupping, terapia me gota ose hijama, e cila është një teknikë që njerëzit domethënë e kanë edhe e përdorin se është si detoksi i trupit dhe është mjaft efikase. Po ashtu kemë teknika të tjera të ndryshme të cilat gjatë jetës përditshme mbien me punu me to, janë protezat e ndryshme si proteza e koçikut ose protezat e gjunjit, të cilat janë probleme që në pas aplikimit tyne, në shumicën e rastet, ka raste që bëjnë përjashtimet që kanë komplikime, por në shumicën e rasteve pacienti i duket si me pas le prej fillimit. Jo për arsye të fizioterapisë që kam e bë në bas ndërhymjes, në bas protezës, për arsye se ai problemin e ka bajt me vite me radhë, derisa bas punës ortopedit, fillon puna jon për mobilizim, për rritjen e rrëmit artikulare. Pra shoh që ka dëmtime, lëndime nga më të ndryshmet, të cilat paraqiten dhe natyrisht juve i trajtoni. Mirë, si e menaxhoni situatën kur pacientët kanë frikë ose ankth për terapi? Ka raste të tilla? Po, është e zakonshme edhe normale me pas frikë për diçka në base se nuk e ke provokur. Gjithmonë njerëzit e kanë parë fizioterapistin si masazher. Gjithmonë termi masazh edhe fërkojs i term që përdor shumë të na, por edhe pa faj se njerëzit nuk është se e kanë pas informacion edhe termi si fizioterapist, ka njerëz bile edhe pak vonë mu përdor këtu të na. Nuk është as pak se është e gabuar mi thon dikujt masazher, por është i njëjtë si mi thon dikujt që ka një servis makinësh autolari, domethënë vetëm një pjesë e vogël e punës të madhe që bën një fizioterapist e fushë gjatë fizioterapisë. Frika gjithmonë ekziston te pacientët, jo gjithmonë te secili, por ka raste mjaft
e sidomos në rastet kur pacientat janë që kanë pas një traumë nga e cila do të thënë drejtuar ose më kanë marrë në telefon për zgjidhjen e problemit. Zakonisht traumat shkaktojnë edhe frikë sepse pikësoj duhet me fitu besimin e veti se nuk kam më një njëjti problem. Kjo sa është rrezuar pacienti në është i vjetër. Ai duhet me fitu besimin të vetvetja se nuk kam prapë njëjti lëndim që i ka ndodhur, ose aplikimi i elektroterapisë, rrymat, se si kanë me reaguar, se çka bajnë, se si kanë me ndje vetveten, se si kanë me reaguar të vetë. Ai do të jetë dhimbja më e madhe. Ka me dhimbja më e madhe, çka ka me bë mua terapi. Tonë ato janë, por gjithmonë zakonisht mbas seancës parë ato zona zhduken 80%. Por gjithmonë është edhe komunikimi me pacientin, mja shpjeguar zonat se çka bëhen dhe çka kanë më aplikua, edhe në kjo se ka diçka në pikë pyetje mes pacientit edhe mejet, do të mundohem që në kjo se diçka është edhe gjithmonë mundet me kanë pritje, ajo gjë që kisha dashur me aplikua ditë la për të nesër, mendesa pacienti vetë të shohin se ai edhe ja shpjegoj se çka që ai të ndoshta të ndihet i gatshëm. Po, normalisht. Edhe ja shpjegoj se cili është ai benefit i asaj procedurë ose teknikë që kemi aplikuar na, edhe cili është e kesja me thënë ose deficitin kjo se ne nuk kemi me bajza. Për shembull, ecja në për shkalla e pacientit që ka bërë një operacion të protezë gjunit ose të koçikut, është shumë e rëndësishme. Për arsye se kjo se pacienti nuk çohet me lëviz edhe nuk ec, normalisht në fazën kur i vjen koha, ai domethënë është vetëm i limituar. Edhe është edhe qëllimi i fizioterapisë, domethënë që mos me lënë barrierat me e limitua jetën e pacientit, po mund ato barriera sa më shumë minimalizua, me zvogëlua. Po, e qartë. A mund na shpjegoni se si fizioterapia mund të ndihmojë në trajnimin e dhimbjeve që janë kronike? Ka shumë nga ata të cilët kanë dhimbje kronike dhe natyrisht vuajnë ndoshta siç përmendet edhe me vite, i lënë me një anë, ato ngrumbullohen dhe problemi bëhet edhe më i madh. Po, dhimbjet kronike zakonisht edhe shumicën e rastet e pacientat që mua ose unë kam pas rastin me i trajtuar janë shpeshta, për arsye se ne gjithmonë ajo më me kanë edhe të ajo pjesa se ne nuk është se kushtojmë shumë vëmendje kujdesit shëndetësor, as më sa ky është e mudashtë, do të thonë pejtë kontrollat më thjeshta deri te diçka që ne do të thonë te mjeku shkojmë kur bala gati është edhe me thonë një anë ose një tjetër vonë, kur nuk është vonë me shku te mjeku, se gjithmonë të paktën në raste kronike kjo se bëhen diçka kronike shumë më vështirë me u minimalizuar ose më zvogëluar, por gjithmonë te raste kronike qëllimi i fizioterapisë është edhe edukimi i pacientit, edhe zvogëlimi i dhimbjes, edhe normalisht rritja e lëvizshmërisë, rritja e asaj. Zakonisht kur flas me pacientat edhe flasim edhe për jetën e përditshme, ju them llogaritë vetën si me kanë një dhomë. Edhe ajo dhomë është 4x3 ose 3x3. Edhe tash në atë dhomë 3x3 ti mësohesh, futesh në zonën e komfortit aty, por ajo nuk është ai realiteti që duhet me pasi pacient. Për arsye se një pacient kjo se nuk e lëviz edhe shkon maksimumi deri me krye punët e shtëpisë deri jashtë edhe del me vështirësi kjo se pas disa kohëve, normalisht seancave, trajtimeve edhe edukimi i tij, ai fillon me bën diçka tjetër më shumë për të një portë e re, e cila o kanë mbyllur bela me vjet. Për me e qartësua vetëm se të dhimbje kronike është se cila dhimbje cila zgjat mbi 3 muaj. Nuk është dhimbje kronike se më dhem qafa sot, ose më ka dhem qafa një javë, disa më kanë diçka akute që gjithmonë sillet shumë më shpejt, kurse kur bëjmë fjalë për dhimbje kronike, domethënë duhet edhe një regjim shumë më i madh edhe i pacientit. Normalisht se edukimi i tij është gjë edhe më kryesore. E qartë. Si mund të identifikoni nëse një pacient ka nevojë për fizioterapi, në qoftë se ai vjen pa dokumentacion apo rekomandim të mjekut? Zakonisht kishte me kanë edhe është një mënyrë e gabueshme në kjo se problemi është shfaq red flags. Për arsye se janë disa pika si cilat duhet gjithmonë rekomandimi i mjekut për me dashur me u trajtuar fizioterapia. Për arsye se gjithmonë mbas një problemi të sa do të vogël që kjo më shef një problem shumë më i madh. Domethënë kam pas raste personalisht që me pa një problem se mbase kus ma kishte marrë mendje se me kanë një problem i tillë, por me diagnostikim është zbuluar se problemi nuk ka kanë nga dhimbja ose lëndimi i vogël që ka ardhur, problemi ka kanë shumë diçka krejt ndryshe nga ajo çka kem pa në synë të parë. Edhe gjithmonë
du të me ditë se si që ka benefitet e vetë, kjo se në momentet gabuar aplikohet, jo vetëm fizioterapia, po normalisht si çdo gjë tjetër, mundet me pas edhe kontraefektin e vet, domethënë, sidomos kur bëjmë fjalë të problemet si tumoret ose problemet tjera që mund të agravojnë dhe mund të bëjnë një problem shumë më serioz për shëndetin. Por gjithmonë kur kem dhimbje, edhe e vlerësojmë se dhimbja është diçka që vjen nga një problem i cili mund të jetë i përkohshëm ose momental që ka ardhur, normalisht se trajtimi bëhet edhe tentohet që domethënë në një afas shumë më shkurtër me u pa rezultati ose vazhdohet për diagnostikim. Por gjithmonë është e pëlqyeshme që dokumentacioni mos të mungojë për arsye se atër punohet përmendsh. Mjekësi nëse punohet përmendsh, edhe në kjo se ti do me i bën njerë dikuj, përgjithësi ti merr ti, kurse pasojë ti bën pacienti. Si mund të ndihmojë fizioterapistin në menaxhimin e stresit dhe mirëqenies shpirtërore? Këtu njerëzit e përmendet për disa herë që ata mendojnë tek fizioterapisti shkojmë dhe relaksohemi kur kemi stres, kur kemi probleme. Po, është e vërtet. Të me pa këtë gjë, bile është edhe fush e psikologëve, por është edhe gjë drejt për drejt shumë me fizioterapinë, për arsye se një person i cili ka dhimbje nuk mund të jetë i njëjti si ai që kanë pa dhimbje. Ka mjaft diagnoza të cilat çojnë edhe në depresion. Për arsye se janë dhimbje të cilat zgjasin me vite, ndryshojnë stilin e jetës, dikush për shembull që ka përfunduar në karrocë ose që ka përfunduar me lëvizshmëri limituar maksimale dhe deri dia kanë shumë aktiv, për ta është një gjë drastike. Por gjithmonë fizioterapia i vjen në ndihmë për arsye se në kjo se një hapësa më të vogël na e bëjmë, edhe e shohim rezultatin për atë pacient është një gjë shumë e madhe. Edhe normalisht është e madhe sepse gurka i gurka thonë bëhet kaloja, ashtu është edhe puna e fizioterapisë, sidomos e pacientët të cilët kanë ose ankth ose shfaqsin shenjat e depresionit që janë gjëra masë zakonshme, nuk janë të mira, por janë masë zakonshme të problemet të cilat mund t'i kenë ato. A mund të na flisni pak për rëndësinë e parandalimit të lëndimeve dhe si fizioterapisti mund të ndihmojë në parandalimin e lëndimeve? Duke qenë se ju merreni edhe punoni me sportistë deri diku, ndoshta edhe keni pak më të qartë e më të thjeshtë që jo paraqisni edhe qytetarëve. Po, parandalimi i lëndimeve, edhe pse ndodhet ndryshe me sportistëve dhe me popullatën tjetër, për arsye se edhe vetë trajtimi i sportistëve dhe i popullatës tjetër pak më i ndryshëm, për arsye se intervali kohor që duhet mu rehabilitu një sportist edhe mënyrës e jetesë një sportist është këtë ndryshme me atë çka bëjmë natyrët, por parandalimi i tyre është shumë i rëndësishëm edhe gjithmonë bëhet përmes edukimit. Domethënë gjithmonë kjo se ne kem shfaqur një shej e gjithmonë sheja trupi ynë gjithmonë ne psheja për një lëndim të caktuar ose diçka. Gjithmonë mundohna me i dalë përpara me eduko pacientin se çka kishte me kene mira edhe duhet mu bën për mos me arrit deri në një pikë që ai parandalim ose ai problemi i vogël ose që nuk ka shfaq hala vetëm se ka nisë me dhënë disa shenja, mu bën problem. Gjithmonë këshillat i jepen si për ato të cilët punojnë në zyre, ndryshimi i pozicës, gjimnastika, në ato çka na ofrojnë ne, pozicionimi i karriks i duhur, tavolina me kene punës në rregull, me kanë pozitën që i përshtatet klientit ku është me punu, ose mbajtja e peshave korekte, ose me çu pesha shumë të larta. Tana këto gjëra janë një pjesë që ty të parandalojnë për mos me arrit deri në lëndim. Domethënë gjëja më kryesore për mos me arrit deri në lëndim është edukimi i pacientit, edukimi i popullatës. Shpesh herë edhe ndodh që të tona këto zona i bajmë edhe mundohna me ka sa më strikt me ato zona, por problemi mund marrë barabar, për arsye se vjen nga një shkaktar tjetër. Por ka ndodhur që ndoshta duke ngre një shishe ujë, 2 kile, themi, apo 2 litra, 2 kile diçka, që të shfaqet dhimbja. Si është mundur? Po, zakonisht në pozita të tilla ndodh për arsye se ose ndodh një spazëm muskulare, ose ndodh se ne kena pas një problem
të mapashëm, edhe në moment se na kena bëjë lëvizje të papërshtatshme për arsye se një pjesë e trupit kur ne bëjmë një lëvizje të tillë është e papërgatitur për me bëjë lëvizje dhe pesha bjen komplet në një anë të trupit. Mund shfasen shumë lehtë, sidomos problemet e hernjes diskale, se hernja diskale në ato mënyra më shumë të fitohen, domethënë prej ngritjes jo korrekte të peshave. Po me anashkalu aksidentet e që vijnë nga traumat, por zakonisht prej ngritjes ose pozicë jo të përshtatshme vijnë deri te problemet e tilla. Besoj ka të shumë të atyre që ju ka ndodhur diçka e tillë, prandaj edhe ushtrova këtë pyetje duke qenë se normalisht, në jetën tonë të përditshme ndeshemi, kemi këto ankesat tona. Por zakonisht kur ndodhi problemi i tillë, sidomos pickua, thonë normalisht ashtu, në rastet më të lehta është një spazëm muskulit, e cila trajtohet. Dhe çfarë duhet bërë? Zakonisht në rastet kur kemi spazma muskulare, sidomos pjesa e shpinës, po edhe pjesa të tjera të trupit, domethënë aplikohen terapia nxehtë, domethënë termoterapi, domethënë kushte shtëpiet ose vëmë një diçka të nxehtë aty për me relaksu muskulin. Pastaj edhe pse fizioterapia është teknikë, metodë, punet e cila rrin sa më larg sa më larg ilaçeve, por në raste të tilla është më mirë me pi një ilaç për dhimbje, për qetësim të muskujve. Edhe pastaj normalisht vazhdon me zotin, me masazhin, me modalitete. Duhet të pushoj atë ditë personi, çfarë do të bërë? Apo duhet që të ngrihet sërish në këmbë dhe të vazhdojë aktivitetin? Krejt mbaret nga problemi i cilin e ka, domethënë nga spazma se ku ka në cilën pjesë trupit. Por personalisht unë nuk mendoj se pushimi ose rrezimi i shtratit është një zgjidhje, sidomos për raste të tilla. Për arsye se muskuli qetësohet në kjo se kemi pushim, por normalisht se jo me shku me dalën punë, edhe bën punë fizike ose punë të cilat e ngacmojnë problemin, por me kanë aktiv normalisht si një ditë pushimit. Si ndryshon qasja juaj terapike për fëmijët dhe të rriturit? Ka aty ndryshime? Po, ka ndryshim mjaft madh. Për arsye se prej momentit të parë, momentin që punon me një fëmijë, duhet të jetë pikësparit. Edhe uniforma e terapistit duhet të jetë ndryshme, që fëmija mos shfasin frikë kur të shohim bluzën e bardhë ose diçka do të jetë diçka që jetë sa më e dashur për fëmijën. Po ashtu me ngjyra, me ilustrime të ndryshme, diçka që fëmija me tje vetin shumë më afër terapistit, mos me pa vetin si te mjeku, se zakonisht edhe në të rritmit ka herë kem frikë për bluzave të bardha se e jo fëmija i vogël, po ashtu edhe ambienti. Ambienti do të jetë shumë më i dashur, shumë më i ngrohtë për fëmijën, ose në kjo se punot në kushte shtëpi do të përshtatet ambienti me fëmijën, edhe gjithmonë terapia që bëhen me fëmijë, para parasysh problemit duhet të jetë si lojë. Po ta fëmia mos ta shohin veten se është me bën një procedurë terapeutike ose një gjë të tillë, por ta shohin veten gjithmonë se është edhe duke luajt, edhe përmes lojës me arrit rezultatin që do. Normalisht se për degën e fizioterapistë që punojnë me fëmijë janë edhe specializimet që bëhen në fizioterapinë pediatrike, trajnimet edhe si bobat cilët merren me problemet e linduna të fëmijëve si paralizat cerebrale, probleme të tjera, do të thënë trajnimet që bëhen më të thelluar për me pas një mirëmbajtje, mirëqenie edhe një përparim sa do të vogël me persona të tillë. Por në përgjithësi gjithmonë me fëmijë është një qasje krejt më ndryshe, është më e dashur, është më dën më shumë, kohë dën më shumë, gjithçka, por është edhe dallon normalisht, domethënë. Prej të ambienti deri te uniforma, gjithçka do të ndryshe me të rritun dhe me fëmijë. A keni pasur ndoshta rast që të punoni me fëmijë të cilët kanë pasur vështirësi në fillimet e jetës së tyre për të ecur, që t'i ndihmoni në hedhjen e hapave të para? Me folë drejtën, kam pasur raste, por nuk është se jam fokusuar, jo se nuk jam fokusuar shumë te ajo punë, por jam munduar që sa më shumë ja lënë specialistëve, fizioterapistëve, pediatrë me bë atë punë, për arsye se kam tje vetin, normalisht, ka pasur raste që jam munduar me dhënë maksimumin tem për fëmijë edhe kam punuar me fëmijë, por gjithmonë për disa gjëra është më mirë dikush që specifikisht e ka specializimin e tillë, edhe mendoj që është më korrekte edhe për vetë fëmijën, po edhe për vetë prind që me adresuar te personi që është më adekuat për punën e tillë. Ty me kanë se kam pas raste me punuar në qendër për fëmijë me aftësi ndryshme në Sukrujt ku kam punuar,
aty do me thonë e shëhizja krejt ndryshe prej sa çka shëti për pacientave tjerë. E shë i dashni shumë më të madhe se ata pacientë ty ta japin, edhe është një obligim shumë më të madh ndaj aty në fëmijëve kur punon me to. Edhe çështja terapeutike për ta normalisht sa është e ndryshme, edhe në raste të tilla për shkak modalitetet nuk është se hyjnë në punë, por gjithmonë aplikohen më shumë ushtrimet, më shumë terapia manuale, masazhi, zgjatja, këtë varet prej ose edhe koordinimit, që janë ushtrimet e koordinimit janë shumë të rëndësishme, jo vetëm për fëmijët vëll, por edhe për të rritun. Po, cilat janë disa nga sfidat që mund të hasni si fizioterapist gjatë punës me pacient? Sfidat më të mëdha me të cilat jeni hasur ju faktikisht? Mendoj që një sfidë që është madhe dhe mjaft e madhe për pacient, jo për fizioterapist, është mungesa një qendre të fizioterapisë në Tuzë. Për arsye se Tuzi çdo ditë më shumë i hapen mundësitë për me kanë një qytet edhe si shihet që edhe popullohet, edhe shtohet numri i popullsisë, fatmirësisht kanë ndaluar edhe daljet e shqiptarëve të Malësisë prej Tuzit në migrimin, se secili prej nesh ka masë zysën e familjes jashtë, dhe tash ajo gjë ka nisë me ndalua, edhe uroj që tjetë ashtu, por sfidë e madhe shumë për arsye se centra klinike e Podgoricës nuk ka kapacitet të tillë që me mirëmbajt edhe me pacientat nga rrethinat e Podgoricës. Tashmë Tuzi është një komunë e veti, edhe kishte kanë shumë e mirë dhe shumë frydhanse. Absolutisht. Për arsye edhe tjetër se mbase tash dola pak për pyetjes, por për arsye tjetër se shumë familje tona në Malësi i kanë prind këtu që jetojnë, domethënë kurse janë familjarë më shumë që jetojnë edhe vetëm, edhe nuk kanë mundësi mbase me shkollë deri në Podgoricë, kurse nëse kishte me kanë Tuzë një centër fizioterapie e shtetit që kishte më ofruar shërbime të tilla, edhe ato problemet se tha me parë kronike kishin me kanë shumë më lehtë menaxhueshme, se kishte e pas fizioterapinë, ato kishte mul 2 herë në vit me marrë fizioterapi, kishte më mirë mbaj, s'kishte më harruar edhe ushtrimin që i ka mobile para 6 muajsh, kishte më vazhdua, edhe ishte kanë edhe shpresoj se ka me kanë centra fizioterapisë, shpresoj se ka mu hap për arsye se edhe staf tash momentalisht para disa viteve nuk ka pas as fizioterapista në Malësi, po shqyrë zotit çdo ditë më shumë edhe diplomohen, edhe është një mundësi e mirë që edhe ajo sfida eme që lidhet direkt edhe me punën në një klinikë, në një qendër fizioterapie në nivel shtetënor, është për arsye se shpesh herë ti nuk mundesh me dhënë atë trajtim në shtëpi që kishte mu dasht pacientit. Domethënë shpesh herë trajtimi lyp një gjë më sofistikuar, më sadokudo modalitetet tona ato e bajnë punën e vet, edhe punën në ambiente të tjera përveç shtëpisë, se ti i përshtat edhe punën të janë krejt janë shumë në rregull, por gjithmonë kishte mu dashur që pacienti më pas një opsion A dhe një opsion B, domethënë me zell. Një sfidë gjithmonë që has është ankthi edhe stresi që pacienti për shkak mundet me pas. Derisa të fitosh ti besimin e pacientit e shohin se terapia që ti më bën është benefit edhe në të mirën e tij. Kurse një gjë tjetër që është edhe rruga, për arsye se koha të cilën duhet me shpenzuar për shkopet e një pacient tjetër është mjaft e madhe, edhe koha, për arsye se kur je dy me bën profesionin e fizioterapistit, gjithmonë kemë kanë dikush ka më pas nevojë për ty. Edhe gjithmonë kemë kanë sado ku do mbase smuesh me kanë 100% për gjithkanë gjithmonë në kohë, por gjithmonë kemë mundë me dhënë maksimumin. Edhe sfida kryesore mendoj që është prapë është se koha për familje me të e limituar me në maksimum gati, për arsye se ka herë puna deri me orë dhona, plus puna tjetër që është flas personalisht për veti, pastaj vjen edhe bëhen ajo koha që kishte mu dashur me shpenzuar bela me familje del minimale, atë ka herë mungon edhe ajo koha që kishte mu dashur për shkollë te pacienti, për arsye se bëhen base 3-4 zona bashkë. Edhe gjithmonë mendoj se sfida kryesore është koha, për arsye se nuk kemë aq shumë kohë sa kishim me dashur me i pas edhe për pacientin, po edhe për familjen në tjetër. Si e përcaktoni përparimin e pacienteve dhe si merrni vendime për ndryshimin e trajnimit, nëse nuk ka pasur sukses, çfarë ndodh? Varësisht prej problemit, gjithmonë bëhen edhe matjet e ndryshme, domethënë shifet të problemeve neurologjike, shifet ndjeshmëria e pacientit, sa ka ndjeshmërinë, sa e forca e pacientit, ose edhe të pacientët tjerë, domethënë shihet forca, rëmi, domethënë se sa mund me lëviz një artikulacion një pacient, edhe mbas disa seancave që ne i bëjmë terapeutike, e shohim kjo se pacienti nuk ka një përmirësim, atë lypet një diagnostikim më i thelluar,
Dhe me thonë, i kthehna përsëri fazë parë të diagnostikimit, dhe me thonë, incizime tjera, kërkimi, dhe me thonë, i njëmës prej mjekëve tjerë, prej stafit tjerë mjekësorë që me arrit. Është analizat të tjera që me pas, kjo terapi që po bëjmë nuk është të me thonë rezultatin edhe pse nuk është të me thonë rezultatin kjo që ka të me bëna. Ka raste për shembull që vetë mjeku fiziatër e përshkruaj terapinë që me bën, edhe pacienti nga vetë terapia që të bën ka kontraindikim, domethënë nuk është se është më mirë, por ka një përkeqësim. Edhe normalisht ndërpritet terapia, edhe vazhdohet diagnostikimi i mathelluar për pacientin. Si është marrëdhënia mes fizioterapistit dhe profesionistëve të tjerë të shëndetit, si mjekëve? Dua të di se si e keni marrëdhënien. Po ajo është diçka e pandashme. A pajtoheni me mendimin e mjekut? Ndodh që ndonjëherë ndoshta edhe nuk pajtoheni, nuk është të qënduar diagnoza? Adisi është i zgjan, është i zgjan shumë e rëndësishme. Për arsye se mjeku e bën një zgjan shumë të rëndësishme, sidomos edhe me rregulloret e statutit të malit zi, domethënë për fizioterapist, mjeku fiziatër ka në dorë vënien e terapisë, po edhe diagnostikimin, diagnozën, sikurse njëjtë edhe ortopedi dhe neurologu. Ne si fizioterapist nuk kem drejt me dhënë diagnoza, por për mua si fizioterapist edhe për gjithë kolegët e mi, normalisht se gjetja e diagnozë është gjëja më kryesore, edhe përveç asaj diagnozës gjithmonë mjeku ta bjen pacientin në atë kartelin e tij që i ka, dokumentacionin e tij përshtatshëm, përkatës mbas testeve ndryshme që na i bëjmë, e shohim ka raste që mbas edhe nuk bijmë dakord për arsye se është një gjë, jo se du me thënë se na bëjmë diçka më shumë se mjek, se na jemi nivel sa do kudo më i ulët se mjeku, për arsye se mjeku është nivel tjetër, do të thajë. Por na jemi me pacientin aty me kohë gjatë, kurse mjeku bën thjesht një procedurë, një vizitë, kurse unë me pacientin jam aty çdo ditë, një orë në ditë, një orë. Ndoshta edhe ka anashkalu diçka. Edhe kajherë për shembull anamneza, është gjëja më kryesore, marrja e dhënave. Tash në raste kur pacienti mbase nuk është ekziston të na për shembull që janë barriera gjuhësore. Shumë persona për shembull që më drejtohen mua janë persona të cilë nuk kanë ditë as me shpjegoj problemin mirë mjekut. Problemi me gjuhën, probleme tjera, nuk e tinë vetin lirshëm, problemet lloj-llojshme të cilat çojnë jo te faji mjekut, por te një diagnozë gabuar për shkak të aty në mungesave të cilat mungojnë me plotësua dhënien e anamnezës. Për arsye se anamneza, historiku i problemit është gjëja më kryesore për me dalë deri te një diagnozë sa më saktë. A mund na flisni për rëndësinë e edukatës së pacientëve në lidhje me gjendjen e tyre dhe mënyrën e trajnimit? Sa janë të edukuar qytetarët tonë sa i përket kësaj pjese? Ne përmendëm disa herë që duhet edukuar në këtë drejtim. Duhet të shkojmë tek mjeku të paktën një herë në 6 muaj, do ishte e mirë të bëjmë një kontroll dhe pse jo, të dimë gjendjen tonë apo jo. Një mik i jemi edhe nikosisht me thënë tash edhe pacient, për arsye se kur ka probleme gjithmonë drejtohet edhe kështu, gjithmonë kur i propozoj për me bë ushtrime edhe kështu, më thonë bë me këto tablet ushtrimet fizike, domethënë ushtrimet që specifikisht për ta që ja propozoj me i bë, thotë çdo ditë të kisha më pis, kisha më kalu kursët. Po kështu thotë i bëj gjithmonë vetëm kur kam nevojë. E atë kur lind nevoja me bë një ushtrim, domethënë problemi është më i madh, por gjithmonë domethënë mendoj se na mungon ajo pjesa pak me kemë më të kujdesshëm për veten, të më nis base edhe prej vetë, prej secili penesh, me kemë më të kujdesshëm për arsye se parandalimi i problemit është shumë më kollaj me parandaluar se me trajtuar. Absolutisht. Po. Si ndihmon fizioterapia në përmirësimin e fleksibilitetit dhe forcës së trupit? Po, ti më pa prej dhimbje gjithmonë vjen edhe te limitimi i lëvizjes. Domethënë kjo se na kem dhimbje, kemë më pak të lëvizshëm. Por kjo se na kemë më të lëvizshëm, dhe kemë më fleksibil, dhe kemë marrë me aktivitet fizik. Po parasysh, a kemë ajo ecja, vozitja e bicikletës apo në aktivitet tjetër si fitnessi, janë shumë të rëndësishme për arsye se mbajtja e fizikut në gjendje të mirë e minimalizon problemin që mund të na vinë më vonë që të kemë nevojë për trajtim, domethënë zgjatja e muskujve, forca muskulare, sidomos për moshat jo vetëm të reja, por edhe moshat e vjetra është një gjë shumë e rëndësishme. Normalisht se dikush që është 20 vjeç apo dikush që ka 70 vjet nuk mund të bëjë një aktivitet fizik, por në bazë të asaj çka mundet me bë, është shumë e rëndësishme që me kenë aktiv. Sa do pak, nëse mund me i bëj 100 metra,
ecje, kemi i bajt 100 metra ecje. Nëse kemi i bajt 200 metra ecje, kemi i bajt 150 metra ecje, edhe në bazi sakove kemi i bajt 300 metra ecje. Ashtu, edhe fleksibiliteti, edhe forca e trupit, dhe me thënë, gradualisht duhet me kënë me umin bajt, edhe normalisht të mushtu. Gjithmonë, ajo që personalisht menej, edhe që jo thëmë pacientave, është kjo se na keme me baj vetë vetin, dhe me thëmë, me i ba ushtrimet me vetë, me peshën tonë trupore, në duhet me kënë të knacur me ta. Tash, dikush që lyp diçka pak ma ekstra, ma shumë atë normalisht se atë janë benefitet tjera, po për pacienta dhe për individ cilët, sa do ku të shfasin një problem të vogël, ushtrimet janë zonja ma kryesore se muj me i ba. Pa me egzaceru me ba diçka të cilën shpesher e bajnë për të mire me në pas në efekt negativ në shëndetin tonë. Agim, unë do doja edhe një mesazh drejtuar apo një porosi drejtuar të gjithë atyre studentëve apo edhe të rinjve që ndjekin shkollën e mesme dhe janë në dilemë për studimet e tyre të larta. Çfarë këshillë, çfarë mesazhi apo porosie do doni t'ju ta përcjellni tek ata? Jo vetëm tek ata, por edhe tek qytetarët në përgjithësi. Do doja pra një mesazh gjithëpërfshirës faktikisht nga ju. Ty me kënë se fizioterapia është një profesion që nuk ka linë sot. Fizioterapia ka gjithmonë mesin tonë, dhe bëta, kur me i pa në të parë tonë, gjithmonë e kanë pas ose shkelnës, ose tërhjekin, ose kanë përdor terapi që për me ta ma parë hijam, e kanë përdor edhe cupping, kanë përdor me gota, kanë përdor edhe ushojzat i kanë përdor për hjekjen e ata e kanë cuj zjakut edhe dhe me tha, diçka që gjithmonë ka ekzistu të populata jonë, dhe me tha, gjithmonë në kënë dikush në malësi që i ka ban një zjanë të tillë, fatmirësisht e kem pas fatin me pas ndirin Nikol Dokën, i cili nuk është se kanë specialisti i fushës as të ortopedis, as mjekësis, por që ka baj benefit shumë të madh për malësin, për arsye se disa zjana kajherë edhe lipin një zjana pak ma specifike se ajo që ka mund në shmezjet bela edhe në fakulteti, jo se dikush që merr me mjekësi popullore ka me bajnë zjana më të mirë, por shpeshherë zgjedhja shumë individe kanë zgjedhjen edhe të mjekësia popullore. Pa marrë parasysh se sot për shembull unë si fizioterapist tërhiqet gjëra të tilla nuk ka se e aplikoj, për arsye se e di se dëmi që muj me marr prej një zjaje të tillë, një tërhiqje muj me ka shumë më serioz edhe më i madh se sa rehabilitimi i mirëfillt pa me hy në fusha të pjesa e mjekësisë popullore. Por po do me thënë që me fizioterapin gjithmonë janë këtë lidhur në popull. Do me thënë parë parasysh e kanë zeti mënyrë që me kanë ofër me ta. Kurse brezave të ri, edhe fatmirësisht çdo ditë ka më shumë që studiojnë edhe vazhdojnë fizioterapin me studiuar, kisha pas se më thonë se është një gjë që çdo ditë të më mësua. Edhe fizioterapia të bën me dash vetë, për arsye se është një profesion që çdo ditë ke me zgjedh diçka të re te ajo. Por normalisht një punë kjo se nuk e don, atëherë ka me kanë thjesht punë kjo se kemi dashur, normalisht se orari i punës ka me kanë belave zotën, por nuk është se kemi ndije kohën, por thjesht kemi metë me punu se ka me kanë ajo çka e don. Gjithmonë te çdo profesion është mirë punën që e bën me dashur, edhe kur e don, është shumë më lehtë me aplikuar. Agim të zgjonaj, shumë faleminderit, vërtet jam më së bindur se gjitha këshillat, çdo fjalë juaja ka qenë e dobishme për të gjithë ata të cilët na kanë ndjekur. Të falenderoj nga zemra edhe një herë që pranove ftesën për të ndarë profesionin tënd me gjithë shikuesit e televizionit Bojnë, por natyrisht edhe me mua që pata shumë kënaqësi. Faleminderit ju, kënaqësia është e mia. Miq të nderuar, faleminderit edhe juve për vëmendjen, natyrisht vazhdoni të qëndroni me programin e televizionit Bojnë. Bashkë, mirupafshim.